se që e ka bo, është një... Do me thonë, na do të me pranu që kjo Brazili ma i dopti na i herë, do me thonë, na që këshyru në futbol. Po në raport me skuadra tjera, nuk është që nuk mujnë me bo, se prapë o Brazil. Njëjtë si Gjermania, është me e dopta na i herë, po... Po, s'dihet. Po nuk i dihet, se... Gjermanët janë Gjerman. Po, Gjermanët janë Gjerman, dy ekipe lujnë futbol, në fund fitojnë Gjerman të e këllin e keri, po për para, jo tani. Jo tani, janë mos i për para. Kjo ndeshja ishte pak ma e mirë, zgjedhja interesante është që ne i marrin njën të e pregadit si tinza, nuk e kanë marrë me veti, me lodhë, me hup kohë. As të rezervat, si shta? Heq, po nuk se kanë llogarit, as këtë ndeshje besoj nuk... Nuk do e marrin. Nuk do e marrin ata, ose këtë ndeshje e fusim pak sa me pa, do me thonë, sa me një kampionatin. Do të shofim, por si do që tjetë, i ka problemet e veta Brazili. Tash këtë ndeshje... Pjesën e parë 3-0, mendove që do ketë gola dhe pjesën e dytë? Nuk e shikova unë ashtu, ma shumë i shikojsha individualisht lejtarët. Lajmi i keq është që dëmtu pak ai Rafinha, edhe dul kogja i mërzitën. Edhe është një lejtar që edhe ai edhe Viniciusi me konë formë, do me thonë ata janë lejtar fantastik që me të vërtet e bojnë diferencën futbolin. Po Viniciusi e tregoj? Viniciusi është i vetmi që është të luajtur për Brazilin deri këto mrena pritshmërive, edhe Marquinhos e mbrojtja, portieri, apo kupton? Pak ma mirë ishte edhe me sfusha, por ala do të mu përmirësu nëse dojnë me pretendu diçka ma seriozisht. Mendon me trajnerin Ancelotti do përmirësohen nga loja në lojë? Treneri Ancelotti ka përvojë shumë të madhe, është trener që edhe i shkojnë këto turnet, është për herë të parë tash në kombëtare, në Kupë Botës edhe për ato është diçka e re, se aje ka fitus disa ligën e kampionëve, po ki kohë mu pregadit ma shumë për ndeshje. Po. Ki për shembull 1 javë, 2 javë mu pregadit për ndeshjen tjetër, këtu e ki 3 ditë, 4 ditë. Është koha shumë e shkurt, çdo gjë zhvillohet shumë shpejt, edhe mvaret prej formës momentalit lejtarëve që ne kanë. Okej, Holanda sapo shoni golin e 5 ndaj Suedisë, rezultati momental është 5-0.